Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. A ke pasur ndonjëherë një ndjesi të pashpjegueshme se diçka do të ndodhte edhe pse nuk ke asnjë provë të qartë për këtë? Njerëzit e quajnë këtë ndjenja e gjashtë, por a ekziston vërtet apo është thjesht një met i krijuar nga ne për të shpjeguar atë që nuk mund ta kuptojmë plotësisht? Në mënyrë tradicionale, njeriu njihet me 5 ndjenja: të parit, të dëgjuarit, të nuhaturit, të shijuarit dhe të prekjes. Por shumë kultura dhe njerëz në të gjithë botën kanë besuar gjithmonë se ekziston edhe një ndjenjë gjashtë, një mënyrë e pashpjegueshme për të kuptuar botën për të ndjesive fizike. Shkenca moderne ka kërkuar me ngol një përgjigje për këtë fenomen. Psikologjia sugjeron se ajo që ne e quajmë ndjenja e gjashtë mund të jetë rezultat i ndërgjegjes sonë. Truri ynë përpunon informacionin në mënyrë të pandërgjeshme dhe ndonjëherë na jep sinjale të menjëhershme, si parandjenja ose ndjenja të brendshme, që duken të pashpjegueshme, por në të vërtetë bazohen në përvoja dhe të dhëna që i kemi përthithur pa kuptuar. Nga ana tjetër, ekzistojnë edhe teori që sugjerojnë se ndjenja e gjashtë mund të jetë një formë e perceptimit ekstrasensorial, si telepatia, intuita e thellë ose ndjeshmëria ndaj energjive që nuk mund t'i kapim me ndjenjat tona të zakonshme. Megjithatë, këto ide nuk janë vërtetuar shkencëtarisht dhe mbeten kryesisht në fushën e teorive dhe besimeve personale. Por a është ndjenja e gjashtë një aftësi reale e njeriut që ende nuk e kemi kuptuar plotësisht, apo është thjesht një interpretim subjektiv i ndjesive të brendshme dhe përvojave të pandërgjeshme? Pavarësisht përgjigjes, një gjë është e sigurt: njeriu ka aftësi të jashtëzakonshme për të vëzhguar, për të ndjerë dhe për të përpunuar informacion, ndonjëherë edhe për të asaj që mund të shpjegojë me fjalë. Në fund të fundit, ndoshta ndjenja e gjashtë nuk është as met as mrekulli, por një dëshmi e thellësisë së mendjes njerëzore. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.